Shejtani shkon të djemë të ri, të rinia jonë në të cilën Allahu Azza wa Jall e ngriti Islamin me trit. Ja mbjelli shahadetin trive. Ata që e ngritën fjalën e Allahut ishin trit. Ata që i zgjeruan kufit e Islamit ishin trit. Ata që e pranuan hakin ishin trit. Andaj shejtani shkon të trit dhe i thot: "Kënaqu se ende je i ri, ki ko, ban gjunahe hala." Prandaj i ri dashur, mos ban gjunahe. Ruju se në qofë se të vjen vezvesja shejtani dhe të thot shejtani kështu, nuk ke garant që ti ki pleqëri, se ndoshta vdes në rini. Prandaj mos jep hapësirë vetit me bë gjunahe dhe mi thon kënaqu në standardin e halalit, jo në standardin e haramit. Fjala kënaqu e shejtanit alayhi lana është mi të i kalu kufit e njerëzve, mi të i kalu kufit mu bë dhe më i keqe se kafsha, mi të i kalu kufit e Zotit, mi të i kalu kufit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ti e vlera më e madhe shoqërisë i ri dashur me shahadet, me iman dhe me dëshminë që e ka thonë shahadetin komplet. Atëherë ruje vetën prej haramit dhe prej kësaj kurthe të madhe, kur thot shejtani alayhi lane kënaqu se ende je i ri, ki kohë me bë haram, thuj jo, në s'kam kohë. Un kam kohë me madhru Zotin dhe më rujt prej haramit.